Mbyllet pak më shumë se 3 orësh protesta për Zvërnecin, qytetarët paremërojnë nesër më shumë, pra për ditën e sotme më shumë. Për më shumë se 3 orë tension, marshime dhe përplasje me policinë, u mbyll dje protesta e 4 radhës i kundër projektit të investimit në Zvërnec, ndërsa qindra qytetarë u larguan nga bulevardi me thirrjet nesër më shumë Zvërneci nuk dorëzohet. Tubimi i pagzuar nga organizatorët e revolucionit i flamingove nisi në sheshin Skënderbej, ku protestuesit u mblodhën me flamuj kombëtar, pankarta dhe flamingo kartonin në duar, simboli kundërshtimi ndaj projektit që sipas tyre rrezikon ekosistemin e zonës së mbrojtur të Nartës dhe Zvërnecit. Situata u tensionua gjatë marshimit drejt kryeministrisë, ku protestuesit çanë kordone metalik të vendosur nga policia pranë piramidës dhe vijuan drejt godinës së qeverisë. Në disa momente pati shtyre dhe përplasje me qytetarët e forcat e rëndit, ndërsa policia përdori autobot me ujë për të shpërndarë turmën. Pavarësisht tensioneve, protesta vijojnë me disa orë para kryeministrisë, ku aktivistë banorë të zonës dhe përfaqësues shoqërisë civile mbajtën fjalimet kundër projektit në Zvërnec dhe kërkuan transparencë mbi investimin. Ndërkohë, gjatë fillimit të protestës, kryeministri Edi Rama reagoi në rrjetet sociale duke publikuar fotografi të projekteve të tjera të realizuara nga investitorët nga Katari, duke argumentuar se investimi në Zvërnec do sjellë zhvillim dhe transformim ekonomik për zonën. Nga ana tjetër, protestuesit deklaruan se mobilizimi nuk do ndalet dhe paremëruan vazhdimin e protestave edhe ditën e sotme. Mbyllja e protestës nuk i dha fund debatit që përfshin vendim prej disa ditësh, përkundrazi, thirrjet e protestuesve janë nesër më shumë tregojnë kundërshtimin ndaj projektit në Zvërnec, po hyn në fazë të re për shkallëzimi.